Për fat keq unë e kisha parashikuar që do ndodhin zjarre shumë të rrezikshme këtë verë, sepse është parashikuar që kjo do të jetë vera më e nxehtë e shekullit. Dhe vera tjetër do të jetë vera më e nxehtë e shekullit dhe kështu me radhë, sepse po ndodh nxehja shumë e madhe e diellit. Dielli ynë i dashur është plakur. Ka kapërcyer 5 miliard vjet. Kjo do thotë që ka djegur gjysmën e hidrogjenit. Dhe çfarë ndodh? Në diell ndodhin reaksione termobërthamore. Graviteti i shtyn drejt qendrës atomet e hidrogjenit. Atomet nën presionin e gravitetit bashkohen me njëra tjetrën dhe krijojnë helium, një element më të rëndë. Bashkë me të çlirohet një energji shumë e madhe në formën e rrëzëtimit alfa, beta, gamma dhe spektri i dukshëm i dritës. Kjo energji vjen në tokë, tek neve. Deri tani kjo energji ka qenë e mjaftueshme për të ndihmuar lindjen e jetës. Fatkeqësisht, kjo energji tash është më e madhe dhe është bërë kundër jetës. Pra, ne duhet ta braktisim këtë planet dhe duhet shkojmë në Mars. Kjo është e pamundur. Në Mars mund të dërgojmë vetëm embrionet tona dhe atje me anë të robotëve të lindi jeta nga e para, edhe farat e bimëve, edhe embrionet e kafshëve, pra të krijohet një ekosistem nga e para në Mars. Ne nuk shpëtojmë, ne do të digjemi dhe toka do kthehet në skëter. Flakët e skëterës do përpinë tokën. Në këtë moment që po flas unë, flakët e skëterës po përpinë një pallat shumë të bukur, të bardhë te komuna e Parisit në Tiranë, një pallat 7 katësh. Dhe ju lutem, të gjithë emigrantëve që vinë në Shqipëri, që nuk e kanë idenë se Adheu ynë i dashur është një shtet i dështuar. Nuk funksionon asnjë zjarfikse vetme, nuk kemi asnjë dron për të shuar flakët. Dhe ndërsa ju po protestoni, këmbëzbathur nga një nxehtë i madh pranë kryeministrisë, kryeministri po pi verë 33.000 euro shishja, po tallet me ju, ndërkohë që po rrezikohen banorët e qytetit të Tiranës, po përfshihen nga flakët. Ferri po zbret në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Greqi, edhe në Itali, në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën, temperaturat do të ngrihen dhe kjo nuk varet nga veprimtaria e njerëzit, ju kanë gënjur. E vërteta është që dielli po plaket. Nuk ju a kanë thënë të vërtetën që të mos të merroheni, që ju të vazhdoni punën e përditshme. Pra nuk ja vlen të dalësh në demonstrat. Si do mbroni ju flamingot o ditë të zinj, kur ju nuk po mbroni dot banorët e kryeqytetit. Nuk po e lini të flenë natën, fëmijët e vegjël po qajnë prej 20 ditësh, nënat nuk ju ushqejnë dot foshnjët me gjirin e tyre, u ushthar gjiri nga zhurma juaj e tmerrshme. Ju po i verboni bebet e vogla me laser, o qena të ndyrë, o fllisirat e njerëzimit, largohuni nga Tirana ime, o qena.
materniteti, vlla. Materniteti I ri. Në zona e Brylit. Ishim dje nga komuna. Gjithë ju shqipe që jeni duke u thuar, ju lutem na dërgoni video në inbox. Ka arshi sa më mirë na the.